Tensioni në shtëpinë e Big Brother VIP ka prekur fundin duke degraduar në ofendime të rënda personale dhe familjare që kanë shokuar banorët dhe publikun. Protagonistë të këtij sherritash kanë qenë Rogerti dhe Mateo. Në tentativë për të provokuar, Rogerti ka kaluar çdo limit etik duke ju drejtuar Mateos me një pyetje banale dhe denigruese lidhur me motrën e tij. Me sa meshkuj njëkohësisht ka bërë seks motra jote. Ky koment ka shkaktuar reagimin e menjëhershëm dhe të furishëm të Mateos, i cili është kthyer ndaj tij duke e bërtitur: "O qil panik, ti do më bësh provokim mua, fytyra jote?" Situata ka qenë kritike dhe gati të precipitoj në përplasje fizike, por ndërhyrja e menjëhershme e banorëve të tjerë, të cilët janë futur në mes për t'i ndarë, ka shmangur për shkallëzimin e dhunës. Ky moment pritet të jetë temë diskutimi në prajmin e ardhshëm, pasi prekja e familjes në mënyrë kaq eksplicite konsiderohet thyerje e rënde e etikës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.